Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mbani aloe vera në shtëpi dhe nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Një nga problemet më të fuqishme të aloe verës është edhe vaji esencial me veti të shkëlqyera për organizmin. Gjethet e kësaj bime dhe xheli i saj në veçanti ofrojnë pjesë mallështore të gjitha vlerave ushqyese. Këto 2 lloje të pjesëve përdoren zakonisht edhe në përgatitjen e një vaji vërtet të veçantë me përfitime unike vërtet të rëndësishme për trupin tuaj. Qytetrimet e lashta e vlerësoni bimën aloe verës edhe në përdorimet si receta kundër infeksioneve, acarimeve të lëkurës, djegjeve e të tjera. Ata e quanin aloe verën bima e përjetësisë. Ju këshilloj të dëgjoni deri në fund këtë video në mënyrë që të përgatisni edhe përfitimet e saj në recetat tuaja unike. Vlerat shëndetësore të vajit esencial të aloe verës janë të larmishme. Aloe vera përmban shumë substanca, vitaminën C, vitaminën E, B, proteina, minerale, polisaharide, enzima, acide dhe beta-karoten, ku sipas Brightside në këtë video do të rendisim arsyet kryesore përse duhet ta përfshini këtë bimë në dietën tuaj dhe rëndësinë e veçantë ushqyese që ajo ka edhe në formimin e shumë lëndëve të mira shëndetësore. Shëndeti i stomakut do të përfitojë nga aloe vera. Aloe vera ka veti të shumta në avantazhet kundër inflamacionit. Ajo ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon edhe qelizat që të mbrojnë në sistemin tretës. Ky vaj është vërtet i dobishëm për të trajtuar sindromën e zorrës së irrituar, konstipacionin dhe refluksin e acidit. Gjithashtu aloe vera ka një veti tjetër shumë të mirë kundër shenjave të ndryshme që mund të keni në lëkurë. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon gjithashtu edhe formimin e shenjave. Aloe vera gjithashtu mund të shfrytëzohet edhe në zgjerimin e kapilarëve, duke mbajtur lëkurën më të bukur, më të shëndetshme dhe më të mbrojtur kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj siguroni ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme këtë bimë mjaft të veçantë, e cila mund të ndikojë pozitivisht edhe në mbrojtjen e vlerave të trupit. Do të përmirësojë sistemin tuaj imunitar. Vaji aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelin e glukozës në gjak dhe diabetin. Ajo mund të lehtësojë problemet të astmës ose artritit dhe problemeve tuaja duke forcuar imunitetin dhe në të njëjtën kohë duke luftuar edhe infeksionet. Ky lloj vaji i veçantë lufton bakteriet, mykun, virozat dhe inflamacionet. Ajo mund të përdoret gjithashtu si një deodorant natyral. Vaji aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj mund ta përdorni edhe si një deodorant natyral për të larguar aromat e pakëndshme të trupit. Por më tepër, ky vaj mban nën kontroll edhe problemet me djersitjen. Atë mund ta aplikoni si vaj duke lyer zonat të djersitura me këtë produkt të veçantë dhe duke lehtësuar gjithashtu edhe shenja të ndryshme të tyre. Mund ta aplikoni për të lyer zona të ndryshme të trupit dhe për të sjellë rezultate të kënaqshme. Shëndeti i lëkurës dhe i flokëve do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i këtij vaji. Aloe vera përdoret si një recetë natyrale kundër akneve. Ajo zbut lëkurën dhe mbron kundër infeksioneve. Aloe vera mund të përdoret rregullisht për flokët për të parandaluar kështu edhe rënien e tyre dhe për të sjellë rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Është e rëndësishme që aloe verën ta keni vazhdimisht në shëndetin tuaj të bukurisë dhe të lëkurës. Përdorimi i lëngut të aloe verës mund të jetë i dobishëm edhe për uljen e niveleve të ndryshme të komplikacioneve. Gjithashtu shërben për të parandaluar probleme të caktuara edhe për të sjellë më shumë antioksidant në trupin tuaj. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit do të luftojnë edhe radikalet e lira që përkeqësojnë kështu shëndetin tuaj. Mosha e bimës së aloe verës ka rëndësi në luftën e këtyre llojeve të radikaleve, sa më e vjetër të jetë bima, aq më e dobishme është ajo për shëndetin. Aloe vera do të ndihmojë gjithashtu edhe me tretjen. Aloe vera përmban elementë të ndryshëm të enzimave që bëjnë mrekullinë për tretjen. Veçanërisht enzimat që gjenden te aloe vera mund të sjellin gjithashtu rezultate të kënaqshme në aspektin e shëndetit tuaj. Veçanërisht enzimat që ndodhen te ajo ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave që shkaktojnë probleme me tretjen.
A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacidet natyrale që trupi juaj ka të nevojshme. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, 8 të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimit. Aloe vera ndihmon edhe në shkëlqimin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral për make-upin, por mund të dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Mineralet kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi, zinku gjenden te aloe vera, që do të sjellin kështu rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Përdorimet e veçanta të bimës aloe verës në shëndetin e lëkurës do ta kthejnë atë në një aleat të përkryer, që do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit të saj dhe largimin e komplikacioneve. Nëse doni një lëkurë më të shëndetshme, atëherë aloe vera duhet të jetë pjesë e rëndësishme e dietave tuaja. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemit të akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, disa prej të cilave janë edhe zinku, luajnë një rol kyç edhe në produktet e bukurisë. Aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve dhe zinku redukton yndyrra natyrore që prodhohen në lëkurë. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut, dhe për këtë arsye aloe vera duhet të jetë pjesë e dietave tuaja të mira. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve të rritjes së dobët të flokut. Aloe vera mund të ndihmojë në rritjen e flokut të shëndetshëm duke arritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse që japin aloe verës rëndësinë e mirë ndihmojnë në pahashin dhe reduktimin e dhimbjeve të kokës, dhe gjithashtu sjellin rezultate më të kënaqshme edhe në stabilizimin e rritjes së tyre. Një përdorim të fuqishëm aloe vera e ze gjithashtu edhe në trajtimet e bukurisë. Si një vaj esencial i shkëlqyer për organizmin, ndikimi i saj do të sjellë rezultate të kënaqshme edhe për trupin tuaj. Gjithashtu, ai mund të jetë një zgjidhje e veçantë për organizmin. Aloe vera mund të përgatitet edhe në formën e pijeve dhe rezultatet që do t'japin trupit do ta kthejnë atë në një nga bimët më të mira me veti të çmuara të jashtëzakonshme. E njohur nga qytetërimet e lashta si bima e përjetësisë, aloe vera është shumë e lehtë që të rritet vetë, por shumë njerëz nuk e dinë se ajo mund të ofrojë edhe shumë përfitime të mira për organizmin e njerëzit. Irritimet e lëkurës, pickimet nga insektet, problemet me mishrat e dhëmbëve, shqetësimet me tretjen, ndjesia e stresit dhe lodhja, të gjitha do të largohen veçanërisht me përdorimin e veçantë të kësaj bime, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Gjithashtu, aloe vera gel mund të përdoret për zbutjen e djegjeve dhe skuqeve nga dielli. Ajo gjithashtu mund të përdoret për të zbutur pickimin e insekteve dhe alergjinë. Ajo mund të përdoret si një bimë mjaft e mirë në përkujdesjen e lëkurës. A i dini se aloe vera mund të zvendësojë kremrat për hidratimin e përditshëm të lëkurës së thatë. Gjeli aloe vera është i njohur për të minimizuar shfaqjen e rrullave. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e lëkurës së irrituar, si dhe ekzemave, psoriazës, madje edhe problemeve të tjera të ngjashme. Aparati tretës do të përfitojë gjithashtu element ushqyes nga përdorimi i saj. Pirja e lëngut të aloe vera mund të ndihmojë në përmirësimin e dispepsisë, kapsllëkut, simptomave të tjera të zorrve. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë në lehtësimin e ulçrave të stomakut, në lehtësimin e shqetësimeve trece dhe në sjelljen e rezultateve të kënaqshme në këtë aspekt. Gjeli aloe vera mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin e dhëmbëve. Aloe vera ndikon pozitivisht në shëndetin tuaj të dhëmbëve, duke forcuar kështu edhe mishrat e tyre. Duke parë mënyrën se si gjeli aloe vera mund t'ju ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të artritit, mund të jetë një qetësues më i mirë për nyjet tuaja. Ndaj, ekspertët vazhdimisht sugjerojnë përdorimin e saj në mënyrë të veçantë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.